Në aspektin politik shikoni, tani Lidhja Demokratike e vendosin një pozicion jo shumë të fortë, nëse ata kanë fakte, ata duhet patjetër që ato t'i dorëzojnë në organet kompetente, në prokurori, sepse nëse janë në dieni për një krim dhe nuk e denoncojnë, edhe ata e kanë një përgjegjësi. Kështu që unë i ftoj që nëse kanë fakte t'i dorëzojnë ato, por nëse nuk kanë fakte, gjyqësori punon bazuar në fakte e jo në dyshime. Në aspektin politik shikoni, tani Lidhja Demokratike e vendosin një pozicion jo shumë të fortë, sa i përket për shembull negocimit që vije për qeverinë, po në anën tjetër më vonë kemi edhe zgjedhjet lokale. Do të thotë kjo në këtë moment e ka dëmtuar LDK-n. Mund të prodhoj përçarja brenda partijës? Mund të prodhoj, por megjithatë kur bëhet një debat i tillë do të thotë që është diskutuar ndoshta edhe në kryesi, por nuk kanë qenë të kënaqur me përfundimet, konkluzionet që janë nxjerrur. Zotri Avdi Gjiku më mirë është të kërkoj besimin e Këshillit të Përgjithshëm në mënyrë që ta forcojë pozicionin e vet për të ecur më tutje LDK-ja. Në këtë mënyrë nëse vazhdojnë, dikush prej anash thotë se kërkon dorëheqje e ti vazhdon të injorosh, edhe pozicioni yt si lider nuk është i fortë për të vazhduar më tutje me parti.